telefonat mençur, kompjuter, vegla pune, veshmbathje. Shumë nga këto produkte që i përdorim çdo ditë në Kosovë, prijardhjen e kanë nga Kina. Kjo i jep Kinës rol të rëndësishëm në tregun kosovar. Por situata globale po ndryshon me shpejtësi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur një luftë tregtare ndaj Kinës. Fillimisht, SBA-ja vendosi tarif prej 34% ndaj produkteve kineze, por ky ishte vetëm fillimi. Kina u përgjigji duke vendosur tarifa prej 84% ndaj një sër produktesh amerikane. Pas kësaj, mbrëmjen e së mërkurës, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se tarifat do të rriten menjëherë në 125% ndaj mallrave kineze, një veprim që përshkallëzon edhe më shumë përplasjen mes dy ekonomive më të mëdha në botë. Më 11 prill, Kina ju kundërpërgjigj SBA-s me tarifë të njëjtë prej 125% për produktet amerikane. Por çfarë lidhje ka kjo me Kosovën? Më shumë se sa mendohet. Kosova importon më shumë se 12% të mallrave nga Kina. Shifër kjo që rendit në vendin e tretë për nga volumi importeve pas Gjermanisë dhe Turqisë. Vitin e kaluar, importet nga Kina kapën vlerën e mbi 748 milion eurove. Disa ekonomistë presin që tarifat e reja të ndikojnë edhe në Kosovë, duke mos e përjashtuar rritjen e inflacionit. Por një këndvështrim krejt tjetër ka shpreh biznesmeni Ramiz Kelmendi. Rritja tarifave të Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Kinës ka miliru çmimet e Kinë. Ka mushtu konkurrencë për arsye se tregu amerikan ka qenë tregi i poshtershëm për Kinën. Vetëm që edhe telefonat mobil, të gjitha ato janë prodhuar në Kinë kohë. Kelmendi pohon se kompania e tij importon çdo vit rreth 12 milion euro mallra nga Kina dhe nuk e ka ndërmend ta ndalë këtë praktikë. Ai do të preferonte që importin e këtyre mallrave ta bënte nga vendet evropiane apo SBA-ja, por importin nga Kina thotë se është më i leverdishëm. Për dallim nga importi, Kosova eksporton pak në Kinë. Vitin e kaluar, Kosova eksportoi në Kinë mallra në vlerë rreth 420.000 euro dhe atë hynë materiale xeherore, krom, fustane dhe makina për kusitje. Pavarësisht se Kina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe nuk ka marrëdhënie diplomatike me të, tregtia mes dy vendeve është zhvilluar pa pengesa. Kosova, si një treg i vogël por i hapur, është i ndjeshëm ndaj zhvillimeve globale. Me rritjen e tarifave në 125%, Kosova mund të përballet me çmime më të larta, por edhe me mundësi të reja për të zgjeruar tregtinë me vende të tjera.